Mirë se erdhët në një tjetër vlog. Këto hyrjet e mia janë çdo ditë ndryshe, por nuk e kemi një intro. Mendoni që na duhet një intro apo ç'na duhet? Vendosa të stërvitem sot, jam pa energji fare, më merren pak si mend, mbasi është koha, është dita e tretë e periudave. Edhe po më hahet shumë dhe kam bërë një super drek, Ergysi tha ka dalë shkëlqyer dhe unë e besoj. Dhe kam bërë oriz basmati, kam bërë për herë të parë një lloj lakre verca skura që e mora në supermarket. By Mik Pilates. Okej, bëjmë për barkun sepse nuk bëjmë këto që kemi bërë. Sa minuta? Bëjmë një 10 minuta për barkun. Let's do a 10 minute. Linkun do ta gjeni gjithmonë në description box. Uroj që t'jeni mirë. Flokët e mi sot, edhe pse isha me cikël, ishin aq mirë, po i arritur shumë dhe mezi po pres tani që të vi vera dhe të shikoja sa shumë të më bezdisi kjo gjatësia që të shkoj ta pres paktën ta lej deri këtu. Domethënë diçka deri këtu. Se nga që e kam në formë vëje dhe ajo e fundit vjen goxha poshtë, vjen pothuajse deri këtu poshtë. Injorojeni atë rëmujin aty te togo. Tani Some ballet bar inspired movements in there. Ready to go? Më pëlqen shumë këto që janë kështu si hot bare të inspiruara nga baleti basi. Ka. Alright, getting our workout. Just on the left side this time. Where it's starting to get tough, breathe through it. Keep that leg lifted, don't let it drop. Na falni për në një push që duket po shkrevatit, po këto fshisa të dua ashtu pushke çdo gjysmore. Apo e bëra edhe drekën time gati, ka oriz basmati, ka bizele, karrot, pak selino, ka mishpule të fërkuar, ka domate qershi merigon dhe vaj ulliri, ka pak kopër të hedhur në kos grek dhe është kjo verca skura që realisht unë nuk e di se çfarë është dhe veza ime. Se po më hahet shumë tani, do ulem se po na dridhen. Po na dridhen këmbët. Gjendja ime. Sa po kam mbyllur detyrën, prandaj nuk kam që sa keq. Niste fuqi ka bërë dhe ftohtë. Unë sa po kam mbaruar detyrën, edhe detyra që kishim për sot ishte duhet të rikrijonim një poster të një filmi, por në mënyrë më minimale dhe sipas mënyrës tonë. Tashi unë isha midis të krijoja një poster për Interstellar apo të krijoja një poster për një nga filmat e animuar të Studio Ghibli dhe si e mençur që jam, i thash profesorit që profesore, di çfarë do bëj unë? Do krijoj një poster për filmin Interstellar, por nga perspektiva e Studio Ghibli. Do me thënë. Edhe i tha, okej, po qasi qyshte, por unë e bëra, unë jam shumë entuziaste, sigurisht që mund të bëj më mirë, por të paktën e mbylla, sepse kam shumë të rëndësishme që ta mbyll në orar, tani, do me thënë, okej, unë nuk jam asnjëherë 100% e kënaqur me detyrat kur i dorëzoj, sepse them mund të kisha bërë më mirë, por mësohet duke punuar dhe mësohet duke gabuar dhe mësohet duke e bërë këtë gjë, kështu që edhe më pëlqen fakti që nuk kënaqem asnjëherë me këtë gjë, sepse nëse them wow, kjo është fantastike, kjo është perfekte, atëherë njeriu nuk ecë më përpara se thotë. Po unë jam një individ që për mua perfeksioni nuk ekziston, kështu që unë jam thjesht në linjë përmirësimi në çdo lloj gjëje. Më pëlqen të përmirësohem. Kjo ishte një detyrë që nuk do kishte pik,
sepse detyra finale e kësaj lënde që kemi është një tjetër, duhet të bëjmë coverin për një libër, për 100 vjet vetëmi. Kemi të gjithë të njëjtin temë dhe nuk e di fare se si do t'ja bëj. Kishte normalisht e briefi, kishte shumë pika kyçe që unë duhet t'i përmbahem. Dhe kam 2 javë kohë për ta bërë këtë. Thash ka erdhi kjo. Wow. Anyway, kjo ishte thjesht pa pikë, por për mua ishte shumë e rëndësishme sepse duke qenë se avura qëllim vetes edhe thash do bëj Interstellar për Studio Ghibli. Edhe më duk kështu si challenge me veten time. Edhe I did it. Kaq ka rëndësi që të paktën e bëra nga A-ja në Z. Premte sot kam çollu Pieri në kopësht, kam ngrënë thjesht një Facebook me vezë që la Pieri, kam pirë dhe kafen dhe tani do stërvitem, nuk kam bateri. Mirëmëngjesi. Ishte shtunë. Betohem, mendova që kjo dita sot me do anulloj sepse tantrum dhe nervat tona që realisht kanë arritur limitin. Nuk e di. Se vlla im ka bler bileta për tek teatri Kumpullave dhe do shkojmë atje tani. Dhe betohem isha një moment gati që t'i dërgoja një voice të Pierit që ishte duke u lëritur, na ka terrorizuar. Sot të thosë ku çfarë ndodhte, o zot nuk e di, jam me izimje koke. Po na pihet edhe ujë. Ma si më fen mua noni. Si pjej. Jemi peshudje. Po ja fe, noni shtuja. Pieri, po ti je më i qetë. E kalove atë momentin. Po është ngjyrë zëri, o mami, vetëm keqar. Keqar, ua. Ja Fatimas. Më bërë gati, shifeni, kam... As nuk e di se si e kam më përhapur këto gjërat e sytë sot. Se s'kisha kohë. Kaq mund ta bëj. Kaq mund ta bëj njerëz të dashur. Ne ikim te teatri Kukullave sepse njëri u fut shumë keq. Mirë, bravo. Klund. U fut ky xhaxhi keq me makinë, babi i Raboris që ta paralajmëronte. Ja, këta që futin kështu, që nuk majnë korsi. Po, sa ta nuk majnë. Po, sa ta s'majnë korsin e tyre edhe futen dhe bëjnë, pastaj bëjnë aksident. Jo, s'ka kundis kjo. Po, e prandaj ra babi Boris. Të dojnë. Nona, o të keqen nona. O të keqen nona. Jepi kësi. O të keqen nona. Keqen nona. Gjeni çfarë? Punën babi ka Simone. Fal babi se të shqetësua. Gjeni çfarë këngë është? O të keqen nona. O të keqen mumi vuvi. I like to move it. I like to move it. Në të teatri Kukullave dhe po presim një të sistemoni se është bërë një gabim me bilete, në zuti madhe. Bani mund atë filmin? Po na fal. Mami. Ka qenë ai filmi Zemra në nënës, hajde këtu. Hajdeni Rusha. Jeni gati? Do kënaqemi shumë. Promise.
Hëti. Të shku në çanta. E la duveu! Pizza e pizza. Qa dojmë? Qa dojmë? Pizza? Pizza. Mami, jo. Të erdhëm këtu të lagje, një tikim të bëjmë një pazar të shpejt. Parkur kequpa. Shumë keq, po. Blim një 2 gjëra të shpejta. Hec, mami, hec. Unë shkela një kak qeni sot. I kam larë në përbare, kështu, po kur shkoj te shtëpia do t'i laj prapë. Mend taktik. Stërvitja mbaroj! Hap ma pak dritën, Pierre. Please! Stërvitja mbaroj. Tani do bëj një 2 pancake proteinit me banane, me të shër. Edhe t'i hajmë me pak gjatë pikiriku. Edhe do bëjmë nga një cappuccino. Të laj të tiganin që e përdorëm në drejt. Se këtë nuk e fusin në lavastovilje. Po, mu thash të bja dhe me të shër, po të duash. Gysi, mendon që është super kjo? Fit by Mik? Mere një togon mu që ma... Tashi, bëm ca pancake të shpejta. Me kujdes mos të bjerë bananja dhe koshi. Na, merë, të ta bëj kështu të vogla. A bëj të vogla? Merë, mos të dorëzo me kash. Mari. Po, me kos dhe me miell integral. Do ta marr me miell integral. Për një çast harrova pa hedhur vezën. Si e do shpirti? E do pretura. Do të vogla? Do bëjmë ca pancake aq të mirë argys, edhe do t'i shijojmë me cappuccino. Si mendon? Të bëf të mirë zemra ime. Mirë argys? Mirë është? Ti edhe sheni? Hajde, ta provojmë dhe një. Tashi mami do pastroj këtë, babi do na bëj cappuccino. Opa. Gjesi nga një diel me diel. Dolem ne. Sot është e diel. Gëzuar të dielën dhe gëzuar ditër Bajramin gjithë besimtarëve musliman, edhe ju uroj vetëm shëndeteve të mira. Ani neve kemi dalë. Ti kemi ande nga Tajvani që të lozi Pierit e parku. Edhe urojmë që mos të bjerim më shishit na thanë lëndinat në përqytet që të bëjmë piknik. Përqytet, lëndinë, një nga pesa. Po jo më dhe të Tajvani. Të Tajvani. Avashti. I gysi peza. Pjaca Nalt. Pez një liqe. Po pra? Po jo, se dhe atje është lezetshëm, po e të më pëlqen shumë të Tajvani. Po. Një ditë në metalsa, nevoj paja, nevoj paka, nevoj paja. Shikur të shkot e bën, O Pierre, bëm atë! Është kjo kënga dhe më pëlqen shumë edhe është me këtë kërcimin. Dhe ta shoh. Nuk regjistrova se ishim këtu te parku te Tajvani dhe plot me kalamaj, kështu që kënaqe ti more. Je bërë plot me djerth. Ma çeshka. Libër. Jo. Çfarë? Libër është. Libër është një stol në formë libri. Qa ishte? Do një foto? Me këtë e do? Okej. Qesh? Wow, colorful. A se është jeshile but? Hajde. Go, go, go.
Që nga mbyllur kjo me mami. Pizza. Na pas ka mbyll pizza sot. Hiç mendja. Ku do gjejmë pizza tani? Ui. Mam. Hello. Mama pëlqen shumë Tirana. Vaj, draj, ije, vaj, Shive, nga ligji fillon numëron gjermanisht. Mos është kjo një shenjë. Faleminderit. Oh my god, sa erdhëm në shtëpi u lodhëm. I kam veshur Pierit bluzën time që e kisha hedhur supeve. Se po përtoj ta ndroj. Dhe po ha një çik baklava. Letrë mbi kokë për ta mbajtur mizat larg. Tua gjum. Po të flej, mos u gjumi mua. Hajde më shtet të mënë. Ranë në gjumin e 7, në diellin e ngrohtë dhe të butë, nga lëndina përtek kopshtit, vinte uturima e largët e makinës korrëse. Një 2 rrepa të prishura. Si mbaruan, të gjithë u fshehën në një gëmush, do shtrija. Mbaroj. Jo, ka shumë. Po më flet gjumi e mua, por do t'i të laj çik fytyrën, dhëmbët, edhe të shtrija se jam shumë e lodhës. What? I pasën që më mbron, I kërkoj pusit e tu, sa e që më në dije më gjes, dhe se nuk të kam. Ajë parën të? Ja. Wow. Ergysin duhet ta largojmë nga grupimi millennial. Se nuk mban mend asgjë. I kërkoj puthjet e tua, sa herë që më në dije më gjes. Sot është e martë. Dreka jonë sot konsiston në ato ja tregoj më mirë këtu. Ka quinoa, ka fileto vici, ka domate të thata, ka qepe dhe majdanoz edhe sallat kale, ka ullinj, këtu ka perime furre dhe ka përgatitur një si tip salce me kos grek, me atë majon bio dhe me vaj ulliri erza, edhe pak këto gjëra që shihni këtu janë fara lini të blenduara. Farat e linit kanë shumë vlera të mira për trupin dhe benefite. E qova Pierin në kopësht, do bëj drekën edhe pastaj do sistemoj pak sa ty ka rënë praktikisht bomba. Do bëj riz basmati, salmon, bizele, qeqra, misra. Djej me zjarr normal, 1 gotë me oriz, 1 gotë e gjysmë ujë, të nxehtë mundësisht. Ai shumë mirë para se ta hedh këtë zjerë. Ka spinaq dhe salmon, zine kemi gatu, edhe dreka sot, kemi misra qeqra, kemi qepuj ka turshi, këtu ka selino edhe bizele të marinuara dhe të fërguara edhe me curry, këtu kemi oriz basmati, këtu kemi spinaq edhe salmon, pa karoto, edhe një salcë me kos grek, kopër, pudrë dhe ja. Momenti i mrekullit. E kalova 20 sekondë. Okej.
questions about it in interviews about why her career didn't go as well because she was branded difficult. You have to realize that the people at home are not smart. O vesha super sportive, kam vetë pëlqej kjo ngjyra lila dhe kjo më pëlqen se si më ri, nuk më tregohen shumë krahët e shëndosh, sepse këtu e kam goxha të shëndosh. Kam vendosur një kapele, do i çoj bukën në ergysi dhe do vi se kam shumë punë. Kam për të edituar. Sa shumë e keni pëlqyer atë videon me Mystery Jewelry Jar. Me shumë mos i do blej ndonjë tjetër për gjatë muajit, por kam marrë këtë sa gjëra travel size që t'i kem për udhëtime në avion. Këtë e kam marrë tek Aqua Rose, të gjitha liqe do t'ua vendos në kam marrë edhe këto mini blushet e Huda Beauty, o zotja adhëroj, edhe janë super. Ne do i kemi dhe gati për udhëtimin. Pa për koha sepse ka qenë aq gri, më gri se sa në Dortmund. Inshallah është dhe fundjava e tillë. Ta shijojmë pak. Ja u shoh unë të kemi pritur, ti pse më rëmënjat, ka që mërzitur, është një vajzë. Prit, ashe se ka ndalu këtu njëri në mes të rrugës. Që e dua shumë, po largohe, zafrohe unë, la la la. Hello. Ku je, more? Ja, se erdhë. Je larg? Ja, erdhë, ha. Okej, hajde. Mendoj që ky është make-upi i preferuar i javës. Pjata ime gati. Si që shihni është e njëjta me të ergysit. Tani vetë të ulem të punoj sepse kam një detyrë për të mbyllur dhe duhet të heci sepse brenda javës duhet ta kem. Me flower. Është me flower, po. Atëherë ti tregoj shpejt e çfarë ka marrë ky burri im. Ka marrë një sekundë, se kemi fare kamerën ok, po s'kemi ç'a bëjmë. Hello, Super Mario. Super Mario. Super Mario. Baby spinach. Qa kjo? Molcivici. Qyqa? Kërpudha. Vici. Far. Veni, vidi, vici. Ka marrë tumerik. Mama, të bëllë çokoladë. Fara. Budalliqe, jo, kjo s'është budallik, se është proteinike, po një budallik. Mami, edhe një budallik. Edhe një budallik tjetër. Budallik? Jo, kjo është çokoladë e zezë. Kjo nuk është budallik, kjo na bën mirë. Ka marrë fruta të ngrira të pata, një tjetër çokoladë proteinike. Wow, makaronat e Pierushi, të kuqe. Wow! Bravo Pieri, ka marrë quinoa. Ka marrë barista. Margarista. Jo. Me mucibe, e baba. Gjall kokosi, kefir, 3 kefir. Edhe, vdes për këto sa i mirë që është ky. Po, është si çoko krem. Dik, i lave duart? Po. Okej, ha. Ta bën mami bukër. Edhe prosciutëra. Opa, të gjitha këto E shu jamitës. në 2 supermarketet të ndryshme kanë bërë sa shumë lek. 36.400 tek njëra dhe 30.000 te tjetra. Temi kur të balet. 10.000 lek mishtemi. Sete so jami. Sa baleti thua, amor, te taekwondoja? Taekwondo, ho. Provoj edhe një? Bëj mami nesër buk në... Mua më sheme. Ta bëj mami në mëngjes, okej? E so jami. Në mamua.
isha bërë gati për të fjetur gjumë dhe doja t'ju përshëndesja, por gjeni çfarë, një nga baterit kishte ngordhur, kështu që unë ju kam shumë për zemër edhe me voice over, dhe mos harroni ta mbështesni këtë kanal me një subscribe, like, comment në çfarë do lloj mënyre që ju dëshironi, dhe mbase ndihmon dikë të ndjehet më mirë ose të shohë botën me një sy tjetër. Ju kam shumë xhan edhe ne bashkë të shihemi të mërkurën në orën 3 PM. Ju kam xhan. Ciao. I think of powder blue and flowers in the dew, the rain where I walk with you.